إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar I cili e ndjek rrugën dhe sunetin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, pas një ndërprerje që patëm për shkak të Ramazanit, andaj edhe në ligjëratën e tefsirit e bëm një pauzë, pra e ndryshuam vargun e ligjërimit në tefsir. Njëjtë do të vazhdojmë sot me lejen Allahu subhanahu wa taala me një vepër të re të këtij vargu të zemrës, të cilin I bë për punët e brendshme të njerëzit, ku përfunduam në ligjëratën e fundit në prag të Ramazanit të folurit për tevekkulin dhe mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe përmendëm se çka do të thonë më mbështet në Allahun xhelle xhelalu, rëndësia e të mbështeturit në Allahun subhanahu wa taala dhe rruga se si arrihet mbështetja në Zotin e Madh xhelle xhelalu. Tani do të vazhdojmë me veprën e radhës në këtë varg të ligjëratave, ku do të flasim për boshtin e të gjitha boshteve, për qendrën e të gjitha qendrave, për gjëjen më të mirë për të cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk ka vepër të zemrës më e mirë se sa kjo vepër. Dhe ajo është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Do të marrim ne si zakonisht, sikur që kemi pas protokollin dhe agjendën, njëherë shkojmë në definicione, në shkallat e kësaj vepre, pastaj frytet, rëndësia, pesha, mënyra se si plotësohet, realizohet, edhe pastaj disa prej dobive që I ka kjo vepër e zemrës. Veprat e zemrës të dëruave që kemi përmendur në shumë ligjëratave se janë vendi ku shikon Allahu subhanahu wa taala. Sado që ne dukemi, e shfaqemi dhe manifestojmë gjëra të jashtme, ajo që Allahu e shikon është zemra. Pra, ju mu më shikoni kështu që dukem, unë ju shikoj juve nga e jashtmja, ne me njerëz komunikojmë me të jashtmet. Pra, komunikojmë me lëkurë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala nuk I përcjell lëkurat tona, nuk I shikon teshat tona, nuk I shikon bukuritë tona, nga sa Ai ka krijuar xhelle xhelalu, por Ai shikon veprat tona, I shikon zemrat. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur I ka zgjedh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I ka zgjedh sahabët, me çfarë kriteri I ka zgjedh? I ka zgjedh me kriterin e zemrës. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka zgjedh zemrën e Muhamedit alayhi salam, pastaj ka po pejgamber. Për këtë arsye çdo njeri prej neve duhet shikonte zemra e vet. Çfarë lloj zemre ka, që ashtu e vlerëson Zoti I Madh subhanahu wa taala. Dashuria të ndërvëzër është njëra prej gjërave më të komplikuara në definicion. Madje do ta shohim se Ibn Qayyim el-Jauziye në çdo libër kur flet për dashninë, apo e ka një libër të shkruar Rawdatul Muhibbin, kopshti të dashuruarve. Është edhe I përkthyer në gjuhën shqipe. Gjithashtu në librin që ne kemi përbazë në këtë varg të ligjëratave, Madarijus Salikin, kur vjen te el-mahabba, te shkalla e mahabbes, dashnia për Allahun subhanahu wa taala, sjell shumë definicione. Dhe një ashtu edhe në Zadul Ma'ad, edhe në Tariqul Hijratain, dhe në libra të ndryshme të Ibn Qayyim el-Jauziye, të cilët flet për dashninë, pasi sjell shumë definicione, çfarë thot? Dhe në fund dashnia s'ka definicion. Është problem mu zbërdhije çka nën kupton dashuria. Pra nëse I thu dikujna të dua edhe të dashuroj, apo e duket gjë edhe e dua gjë në rregull, e kupton ai që ti pi flet çka pi thue. Po nëse I thue apo të pyet dikush çka o dashnia, e këtu fillon ç'a o dashnia? Lidhja mes dyve, apo lidhja për çka, çfarë forme bëhet kjo lidhje? Tërheqet e njëri tjetrit. Mirë po ne, por që unë e shohim raportin të Allahu subhanahu wa taala me robin edhe robin me Zotin, nuk është kjo lidhje, nuk është në kuptimin e tërheqjes e kështu me radhë. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziye pasi që sjell shumë prej argumenteve dhe definicioneve, çfarë thot? Dashnia, thot për kufizimi më I miri I dashnijës o emri vet. Veç kur I thotë dikujt dashuria, tamam e kuptoj. Allah e ka bën natyrshmëri me e kuptue çka është dashnia. Vini re vëllezër në si e fillon kapitullin e dashurisë, me sa dashuri e fillon Ibn Qayyim el-Jauziye veprën e
dashurisë për Allahun subhanahu wa taala. Thotë: "Wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul mahabba." Dhe prej shkallëve dhe prej veprave që ngjitet robin to, duke e realizuar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, është edhe shkalla e dashurisë. Është edhe shkalla e dashurisë. Vini re vëzën në gjuhën arabe përdoret ha be be, hub me tashdid i thonë. Ha be be, hab, hub. Të na përdorna muhabet, e që është dashnia, mahabbe. Ndërkohë që na e kemi përkthyer dashni. Andaj ne kur themi dashni, nuk e kemi për qëllim kuptimet që mund t'i njeh fjalori gjuhës shqipe. Jo. Andaj mos na nxjerr dikush me thonë, po shqip i bie, jo, nuk na intereson çka i bie shqip kjo. Ne e kemi këtu për qëllim dashninë e nxjerrur nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj përmbahemi asaj çka Zoti ka zbritur në Kur'an dhe e ka thujt Allahu hub. Ha? Hub. Dhe ka thujt mawadda. Dhe termat e zot kanë ardhur në Kur'an. Dhe ne gjithmonë e kemi përmend, çdo term që ne e parafrojmë në gjuhën në të cilën ne komunikojmë, kjo nuk i bie se në gjuhën e shpalljes ajo është e 100% ashtu që kemi përkthy. Jo, përkthimi është parafrim, ndërkohë që kush don me e ditë me detale dhe me imësitë e veta, duhet t'i kthehet gjuhës së ne ka zbritur Allahu subhanahu wa taala shpalljen e vet. Tati Ibn Qayyim el-Jauziyje. Shkalla e dashurisë o shkalla për të cilën nuk ka garues që garon në mejdanin e garuesve të fesë, vetë se t'u garu për çket punë. Pra, këtë çka janë t'u fal, janë t'u dhënë zakat, janë t'u agjërue, janë t'u shku në haxh, janë t'u lënë haramat, këtë çka janë t'u garu, me kallzu kush e do Allahin më shumë. Këtë janë t'u kallzu kush e do Zotin më shumë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, për këtë shkallë, janë përvesh krejt vepruesit. Pra s'ka njeri i cili vepron diçka për fe, vetë se qëllimin e ka dhe nxitjen e ka prej dashnijës, prej dashurisë Allahu subhanahu wa taala. Thot, dhe ata të cilët kanë shku të parë te Allahu, pra es-sabiqun, që e kanë paraprit të gjithë, çka i kanë nxit me mrit parë? Dashnia. Dashnia, keni pa njëri për shembull, nëse ka një takim, ai mas shumë diçka do takimin ai pari vjen. Nëse kanë mu taku për shembull 10 veta. Edhe ai i cili e do më shumë ditë takimin, ai pari vjen. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, wa alayha tafana al-muhibbun. Për çet vepër, për çet shkallë, për të shkallën e dashurisë ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe për Allahun te bareke ve teala, thot janë shkri njerëzit. Janë shkrije. Për shembull vëzër, çka e ka bëu, na do vim pastaj do të sjellim shembuj nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nga sahabët, nga tabiin, nga ulemat, nëse kjo temë vëzër, sikur ne vetëm ta merrnim me detalet e veta, na nxjerr prej vargut. Po do të mundohemi maksimumin me e bë në definicione, pra ma për kufizum. Për ndryshe thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, fjala harxhohet, shkrimi harxhohet, boja harxhohet, e dashnia harxhohet. Pra këtë harxhohet dashnia jet. Andaj Allahu Gjellala për vlerë të banorëve të xhennetit, çka ju banë vëzër? Në dunja i tutmi Allahit dhe e dojna, bashkë kemi, edhe tut edhe dashni. Zoti i madh Allahu na bëu fitore për banorëve të xhennetit, frikën e hek, dashninë e le. Kur të futet banori i xhennetit në xhennet, Allahu Gjellala çfarë thot? Ja u hek frikën, ja u le, çka ja le? Dashninë ja le. La khawfun alejhim wa la hum yahzanun. Allah do të s'ka më mutut. S'ka më mutut. Por në ahiret, në xhennet, nuk i kërkohet banorit xhennetit mi thanë për shembull, ki frikë Allahit vëllai, jo s'ka më këtu frikë Allahit. Këtu ka veç me duja Allahit. Për këtë arsye do të shikoj sa e madhe dashnia. Dunia ekziston, vazhdon ahiret. Vazhdon edhe në ahiret. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, janë shkrim për këtë shkallë ata që janë shkrim. Çka e ka bëu vëzër Bilalin radhiyallahu an në vapën e nxehtë mbi 50 gradë Celsius në shkretinën e gadishit arabik, me e durue mbi shpinën e vet shkambin e nxehtë dhe hekrën e nxehtë të Umej ibn Khalefit. Çka e ka bëu? Dashnia. Dashnia vëzër. A keni pa njëri kur e do dikan? Se le kërkan do, o mos m'falti mu kundër atina. A leti për shembull dikan me të fol keq për nanën tënde. Valla çështo, o ti, insan, mos m'falti mu për nanën time. Se ti e dos, nuk ki këtu zero tolerancë ki për me fol keq dikush për ta. Po para më në vëzër për Zotin e Madh xhelle xhelalu.
Sa e kanë dasht, ata thot Ibn Qayyim janë shkrive ta. Wa bi rauhi nasimiha tarawah al-abidun. Thot, dhe me freskin e dashnijës për Allah, freskohen adhurusit. Ti pi fladit dashnijës nuk të ven mërzi mu qunë sabah, me dal në drek, me dal në kindi, me dal në aksham, me dal në jaci, me dal haramët, mi ba gjërat të cilat Allah i ka kërgu prej teje. Me qka e ban? Birauhi nasimiha, prej fladit dashurit që ka e ki për Zotin, ke gjërat leconë o vezër. Dërko që vini re vezër, Ibn Qayyim dhe dhvije pase, ma andej do të shpegoje. Njerit me amor dashnijën, qka dush lej, nuk dhez më taj. Pra nëse mund të quajmë kështu me rezervat e fjallës, motori i insanit në drejtimin e ti drejt Allahugja është dashnija. Merja dashnijën s'ka më për të kurgjë. Ndash tute, ndash tu ishë sa, a disa kime fitu, o heq thot, më s'pedu për këtë punë? A kini pa për shemë kur dikush nuk e do një punë? Ti për shemë a ke pa nuk e do një biznis. Vend dikush thot, me arë që tu me e bo, s'pedu, kaqë. Apo për shembull keni pa çdo punë. Ti e sheh për shembull një njeri që se ka për çefi librin. Ti i thua be kështu, përfiton ilm, shto, fona i thot nuk du. Kjo nuk du ke dirxon. Çka dush tu i mazane thot, o s'po du, nuk po du. Ti e ke pa na sa shpesh në xhenet me shpërblim, s'po du be, u kri. Andaj tha Allahu fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kush doje? Kush doje? Le të besoje. Kush doje? Mos besoje. A e pagun ata vet? Pa këtë arsye vëzër, nëse të mbjellë dhe ushejet dashnia për Allahun të zemra e robit, mos pyet mos anejaj çish u çun 4 sabah. Mos pyet për atë punë. Sa jo kria ajo punë. A keni pa njerëz për shembull për dashni çka bën? Për dashni kësaj bote. Or botën e rrotullon vetë se do me emri qëllimin e vet. Shikon njëri për shembull për një vajzë çka bën. E dashuron një vajzë, apo kiametin e bën thotë unë kam e marr. Kam e martu ekso me radh. Për çfarë arsye? Se ka një dashni janë ta. E tani vëzëna nuk po flasim për këtë dashni të kësaj bote. Do të flasim për dashurinë e cila nuk ka mundësi mu përshkruajt, ajo dashnia e Zotit. Dashnia për Zotin, ndërsa Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, a nëse e kthejmë këne dashnia e Zotit për robin, thot ata na nuk dina më me kallëzush çka i bë kjo. Me dash të Zotit i madh, subhanallahu na mëson me vobit e ne. Nëse Allah thot, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Edhe Allah i do muslimant e vërtet, edhe ata e dojnë Allahun. Allah na bëf kësaj kategorie ya rabbul alamin. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, fa hiya qutul qulub. Dashnia ushqimi i zemrave. Para në me të nalë ushqimin e trupit. A mund jeton mo? E s'ka mundësi. Të nalë një dit, 3 dit, 7 dit edhe fillon me trupi jot me shku drejt shpërbërjes. Nëse ja hek njeri jut dashnijin për zemre, për Zotin e madh, për Kur'anin, për ahiretin, mos pyet pse ki nuk është adhurues, mos pyet pse se le haramin, mos pyet pse nuk i krin detyrat, se s'ka dashni. Jo është, a ki pa njeri për shembull kur nuk e do dikan. O ai mu kanë, pa lëkush mu kanë. A ka vëzë njëri më të mirë se Muhamedi alayhis salam? S'ka njëri më të mirë. Zoti e ka bë nas në aspektin njerëzor, nas në aspektin e ilmit, ndash karakter, ndash i bukur, ndash me familjen, krejt të autoritetet i ka pas, krejt të bukurit i ka pas. Po për e buxhetin në kon kjo zero. Se du, o kri. Për këtë arsye, a e ban Muhamedi alayhis salam të keq pse e buxheli ka? Jo. Nëse ai ka urrejt në këtë aspekt dhe nuk merret për bazë, andaj nuk merret në trajtim dikush i cili është nisë pi urrejtës. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyri, dhe dashnia është ushqimi i shpirtrave. Me dashni ushqejnë shpirtrat. Çka mundesh mi dhon shpirtit? A mund të thon merr një gotë ujë jap shpirtit tan? Jo. Njerëzit vëzë keni pa kur dojnë zakonisht për sadaka. Kur e ha bukën për veti, a mundesh me thon për shpirt filanit e hangra bukën? Jo. Amba kur e jap do bukë për një fukara, çka thue? Ai bukën ka me hangër. A ti pse e dhave? Ç'kjo raporti? Dhënje drejt piteje drejt të varfërit, thu për shpirtin tëm. Pse që kjo për shpirtin? Vini revizë. Më kthejmë do ta shpjegoj nga se kjo detale i mcira. Thot, nga se kur besimtari ushqehet për veti, kur insani ushqehet për veti, atë ushqim nuk mund të thon për shpirtin, ka për barkun e vet. Mirë po, kur e jep një ushqim për të varfërin,
edhe pse ai ushqim për të varfërin është ushqim stomaku, dhënia e dhënësit për drejt fukaras o për shpirtin e këtira, ki kënaqë thot ja dhash fukarajës, që kjo është ushqimi i shpirtit. Andaj dashnia është ushqimi i shpirtit. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy wa qurratul uyun, dhe kënaqësia e syrit. Dhe kënaqësia e syrit. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith se maja e dashnisë sime është namaz, se që aty lidha me Zotin e Madh xhelle xhelalu. Andaj kërë ka përmendë disa prej kënaqësive të kësaj bote, ka thënë wa qurratu ayni, dhe ajo çka mua, pse kanë thënë qurratu ayni, se që aty mo del loti, aty mo pikënaqësijës del loti, këtu ka thonë është maja e dashnisë time. Pra është kur lidha me Zotin e Madh xhelle xhelalu. Wa hiya al-hayatu allati man hurima fa huwa min jumlati al-amwat. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot dashuria është jeta të cilën kushdo që i bëhet haram kjo dashni, ai llogaritë prej grumbullit të vdeknive. Në njëri cili jeton dhe nuk e do Allahun, dhe nuk e do pejgamberin alayhis salam, dhe nuk e do Kur'anin, dhe nuk e do jetën e drejtë, të mirë, jetën me rregulla, jetën me Kur'an, jetën me karakter, jetën me moral, ti lirisht numroj pi deknive. Ani ai sillet që do të ama i dekto. Se njëri me dashni madh do vëllezër. Shikoni njerëz vëllezër, nëse njerit Allah ja çon trupin, e çon dunja, ja merr menën. Ti e di se çati apo kur kush se ban madh. Pse? Po do kiç komen. Me thirtin një njëri, për shembull, pi në spital Çmendinës, do thonë hajde, apo ven me pi një kafe. Jo, zvi. Ai di me pi. Hadi me hangër, ama ti nuk do me shku me ta, pse? Se ja ka marr menën Zoti xhelle xhelalu. E tash kur ja merr Allah i dashnin ndikujt, ai dekto. Ai jeton, ama nuk është nga grumbulli atyre që kanë dashuri. Thot, "Wan nuru alladhi man faqadahu fa fi bihari dhulumat." Dashuria e Allahu xhelle xhelaluhu, apo dashuria për Allahun subhanahu wa taala është nuri me të cilin po nuk e pat ai çka nuk e ka, ai zhytet në detrat e errësirave. Vesh me dashni mundesh me e ndriçuaj rrugën tënde. Thot, "Wa shifa'u alladhi man 'adima halat bi qalbihi jami'u al-asqam." Dhe kushdo që nuk e ka dashurinë, ai do t'i ngjitën si rezultat i mungesës dashnisë për Allahun të gjitha sëmundjet, nga se kjo është shërimi. Kjo është shërimi. Pastaj thot, dhe dashuria është lezeti i kësaj jete, pa të cilën krejt jeta është brenga dhe shqetësime dhe dhimbje. Pra vëzër, nëse do besimtari me mbush jetën e vet me lumturi, pa brenga, pa dhimbje, pa shqetësime, pa siklete, let ta ushqen vetën me dashnin dhe Zotit xhelle xhelalu. Pastaj do të dhim çish me dash Allahun, cila rruga, dikush ka mundësi thot, apo ne di që du të me dash, po s'pedu sa duhet. Apo s'pedu sa duhet. A ki pa vëzër njerëzit për shembull, se ka mënyra për rritjen e dashnijës. Rritjen e dashnijës. Çish është rritja e dashnijës? Kur i njeh cilësitë. E ka qëta. Ti kur blen sot një makinë, kur blen një artikull, kur blen një gjësen, çka do koft? Çka pyet performancat? Çka ka? Këta. Sa më shumë rritet performancat që ajo makina, po ai mjet i ka, te ti shkon rritet edhe, dëshira për ta pronësua ta. E tani vëzër, na këtë për neve e dim se Zotin e Madh do të me dasht. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala, Zoti do na me dasht. Zoti do na me dasht. Shiko vëzër, shembull ka shumë. Fëmia natyrshëm e do babën dhe nanën. Por nana dhe baba dojnë ata, fëmijët e vet ti dojnë këta. Pra ti ki qef me dasht e vladi. Apo? E tani, shembulli i Zotit është më i lartë vëzër. Allahu do na me dasht ata. Se ai na ka kriju, dhe na sa më shumë që e dojnë ata, ai sa më shumë që na jep neve. Se ne jemi të varfër, pra, thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, ai i cili nuk e ka dashninë dhe nuk ka mundësi me mbush vetën e vet, lem yadhfar biha, se ka mbush zemrën e vet me dashni për Allahun te bareke ve teala, krejt jetën e ka me dhimbta. Sa s'kupton kur gjë. Por shembull vëzër, e do të vim se si dashuria për Allahun i shëron dhimbjet e jetës. Do të vjen Ibn kapitulli i veçantë. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot, kur i dashurit ta ban një dhimbt,
Thot ti nëse e do, dven ma let. Njëjtën me ta bo dikush, madje edhe ma pak, ama ti se do, dven ran. Për shembull, vëllezër, për shembull. Ti lip ti e vladi, çka do koft? Ti lip kit parët. Çka thuti? A be e duhe, na merri. Me ti lip djali kujshijës, be këtu. Minjara përse? Ti po më lip parë mua. Me të lip dënjani që ti hitë se do. Ti mu, unë e ti nuk du me të pa, e ti mu po. Pra, shiko dhe zër, njëtin element. Ta merë dikush, ama për shkak dashnijës. Shembull tjetër dhe zër. E ki e vladin për shkak dashnijës, sa do autoritet qka i e hip në qaf. A i rri qëtu, rri për mikrije, apo. Mirë, mi thonë dënjani kështu për shembull. A be që ke vlad jotë kënaqët i për mikrije, a ban edhe unë të hipi për mikrije? Jo. A vladi po se e du këta. Ose për shembull, gruja, këtë din, e leti me të hip për mikrije. Ajo shka së qërton e kritikon të du tamam. Pse e do? A e leti që tërkan që ashtu me të sil? Jo, se nuk e do. Për këta syje, thot i Ibn Qayyim Juzeyje, këto shembull janë shumë. Kur ti e do Zotin, çdo sprov shka ta qanë të kush pa qoj? Allah, pa unë e du ata. Çka der për Allahit, çka der? Se unë e du ata. Edhe çka do që ban me muaj, unë e kam dashni për ta. Nuk ka problem. Për këtë arsye vëllezër, nëse ne rregullojmë dashurinë për Allahun, kemi pa tjera që vinë varg sikur rruzat. Kret vinë rregullohen kret. Andaj vëllezër, gjëja e parë që Kur'ani e ka mbjellë te sahabët në fillët e zbritjes së shpalljes, cila ka qenë me dashur Allahin. Asnjë dispozicion ka zbrit. Apo përveç namazit vullnetar, pra ai i cili o gatu, nëse i bo hazër, kush do që pi juve, në farz nuk ka. Kush do që pi juve, u ka bo gati, let falet. Që ta ushin dashurir, ama jo në mënyrë obligative. Për ndryshe veprat që janë bo obligim post Medine. Për çfarë arsye vëllezër? Që mirë të ushqehen me dashni për Allahun subhanahu wa taala. Mirë të ushqehen me dashni. Andaj nëse ne kishmi bosën një analizë muslimanëve sot, pse umeti ka këtë siklet? Ki i gjeni analizat plot, ligjërata sa dush. Mirë po vëllezër, ne mund sillme dhe pështillmi sa dush. Ky umet nuk ka të kallxu dashni sa duhet për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka dashni. Ne vëllezër kemi bërë statusat edhe të ajeteve, edhe të haditheve, edhe ato më të shenjta që i kena, si Kur'ani dhe hadithi, dhe vëllezëria, dhe Islami, dhe Kur'ani, gjëra çfarë? Formalisht. Po, muslimana qaj. Po kjo me Kur'an nuk i beq ashtu. Innamal mu'minuna ikhwa, është për te formalitetit. Po, që to janë vllazën. Sikur që ndodh shpesh herë, ti e keni një vëlla pinane pi babe. Por nëse shkëputesh me dashni, shpërbëhet dashnia, ti me të veti kush filanin, po, vëlla e kam. Vëlla, pra s'unë e mohon se vëlla e ki, ama. Nëse s'ka dashni, po be vëlla e kam, ama ti e shet që edhe kur pe thu vëlla. A kur e do t'i kanë, ndryshesh për e eshti. Për këtë arsye mbjellja e parë e Kur'anit e sahabët ka qenë dashnia. Po këtë arsye ti e gjen, pse duron ki qështu? Pse duron? Se e do Zotin, se e do Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye vëllezër, kur i tha pejgamberi alaihi salatu wassalam sahabeve në luftën e Bedrit, folni, a ta bëjmë këtë reagim a mos ta bëjmë? Filloi me folë Abu Bekri dhe Omeri, pejgamberi pra thotë ke folni. Atër sahabët e Ansar thanë, ja Rasulullah, me folna? Tha po juve jam të ju prit. Atër e thanë sahabët, ja Rasulullah, na të kemi besu ti si pejgamber, se i dërguari Allah. Pra, nga dashuria që e kemi për ty, për Allahun dhe për ty, si tjetë e detyrë me hin deti, po hinan deti. Shko ku dush na vina pas teje. Apo, shpirtat tonë një herë dali më sani joti, një herë na desmi, nëse duhet më sani ti. Për këtë arsye vëllezër, nëse mbillët dashuria me një vend, asa tjerat këtë mbillën edhe me gradualitet. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, dashuria është shpirti i imanit. Dashuria është shpirti i veprave. Dashuria është shpirti i të gjitha halleve dhe statuseve dhe pozitave që i fiton besimtari në fenë Allahu te bareke ve teala. Në atë moment, që mbetet pa dashuri, ata është sikur trupi pa shpirt. Thot, dashuria i mban gjërat e vështira dhe të randa gjatë udhëtimit të tij drejt vendeve të sa ai ka sinuar. Sikur që ka përmenë Allahu te bareke ve teala në Kur'an se kafshët, sikur kuajt edhe devët,
Allahu i ka bo mjet për bartjen e gjërave për një vendin tjetër. Në atë kohë konë devja edhe kuajt edhe gomart. Sot i kemi mjetet të ndryshme, kemi vetura, kemi trena, kemi autobusa, kena aeroplane, anije të mdoja kështu më radhë. Thotë Allahu xhelle xhelalu, mos më u paskriju ne këto, ju si do t'i bartni teshat illa bi shaqqil anfus. Ti e sheh për shembull pi Turqie ka ardhi malli. Ka ardhi strati pi Turqie. Ka ardhi mobilja pi Turqie. A e di çfarë do të thonë vëzë? Pi atje gjithë ajo do më thonë barë e madhe, me çka ka ardhë? Ka ardhë me begatinë e Zotit ka caktu me diçka me ardhë. Shikosh ka do t'i më kajmë lëzije. Sikur që teshat i bartëmin e me deve, edhe i bartëmi pi, në atë vak deve, pi një vendin tjetër, 1.000-3.000 kilometra, qysh i ban me mjetet transportuse. Thot, mjeti transportus që i duron të gjitha vështirësit e robit për me mri dërë xhenetin Allahu xhelle xhelalu, është dashnia. Nëse je furnizu me dëshuri, ki mundësi me mridër të Allahu subhanahu wa ta'ala, momentin që të shlën në rezervari i dashnijes, nuk dhezmo. S'ki dashni së në lezon Kur'an, s'ki dashni së dilën në gjami, s'ki dashni a mu shë para mu vëzër, si e trajtoni Ibn Qayyim el-Jauziyje raportin e besimtarit me harameve, jën nga kandi i frikës po i dashnijes. Po shemo kemi mundësi me elan haramin pitutës, ki frikë Allahun mëse ban këta, në rregull, kjo një metodë. Njëna për metodë va tut ju Zotit mëse ban haramin. Ibn Qayyim el-Jauziyje thot ma efektive o pi dashnijes. Kur thot Zoti, unë ti që mdo, s'po du me këshirë që këtë qikë se në haram për tije. E këni po njëri dhe zë për shemu, kër e do t'i kanë, edhe del në kafe me ta. A ti qarkullojnë me mija njerëzi, kalojnë ati, apo mirë po ti ke dalë me atë qka e do, edhe ajtë ty do. Qka ban ti? Nuk t'i intereson kur gjo. Me kanë palati e maj mirë, unë kom dalë për ketë. Unë shumë intereson këto. Apo me kalu qëfar loj pasurije, nëse ti e do këta, ti nuk i ki men që tërkun. Poste kjo. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, shikoje i dashuruari për shemë, çfarë do kopë? Po e mora për shemë i dashurimi me një femër. E donë çmendurisht. Apo a ti i kalojnë krejt tjetër thot, ti i thu, abe kjo nuk ka më e mira në botë. Për ti po thot, për mu më e mira. Për këtë arsye, këto shemë dhe sa për të kuptu. Kur robi e do Zotin, për shemë Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, ajo vajza, ajo princesha, ajo gruja që ja u ka bo kurthin grave të qytetit në Egjipt me Jusufin a.s. Sa jo ka tentu me bo zina me Jusufi e ka frenu vetë vetën. Ato pasaj ka njës me fol, kanë thonë qyshbe gruja mbretit me provokue një djallë tri, një rob si Jusufi a.s. E ajo për t'ju tregue se Jusufi a.s. i parezistushëm, shumë i bukur, ka dole, a ma më gëzoni mu po, në regull. I ka gustit, jo ka bo një sofër të madhe, tavolin të madhe. Edhe ju ka vendos për para pemë, e kemi shpjegu këta detalisht. Mirë për ta kuptën dhe që ka bo dashnia. Edhe i ka bo dy dyrë, kam pas palatet shumëta. Pini dere del, pini dere hej, të titra del. Apo, andaj kër i ka thanë, u khruj alejhinne. Si ka thanë u khruj alejhinne, veç ka përce. Kalo, qasë ato, mjafton. Edhe, pak para se me fillu ato, i kanë morë thikat, tu bo gati me i pre pëmt, për me hangër. Tamam i kanë morë ato thikat, për me i pre pëmt. I ka thonë Jusufit, hin, kalo. Që vëdhe njeri, u khruj alejhinne. Dilju. Edhe a i veç ka kalu, pim një derë në tjetër. Fa qatta'na aydiyahunna. Në vend se me shtin portokall thikën e ka shtin dorë, to e prej. A ma lipse dhe vëzër, wa qulna hasha lillah. Ka thonë, i madha Allah, a insana me leka, qaki. Shiko vëzër, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, sirat insani ja u ka bloku durt. Sirat insani, Allah e ka kriju e të bukur, ja ka bloku durt atë në grave. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, po zoti Jusufit, po a i shka e ka kriju këtë Jusuf, që këto gra të e këshirë Jusufin, apo, a i të na dikush të këshirë televizor, asë se ka po kur live, asë, e la e mur, i këputën, apo, i gjegët ajo, i prishët, pse, se u ka koncentru ati, e ti fol, a i nuk nin, se u ka fut televizor, në degenerim u ka fut, ama e ka unë kontrolën. E mirë dhe zërë, para me no, Zoti Gjelle Gjelalu në sa ajetin a thirë neve, gjenetin e kam kriju për juve. Pse nuk thirë Allahu subhanahu wa ta'ala në sabah,
kush zgjohet dhe zërë? Ata shka e dojnë Zotin. Ata shka e dojnë Zotin Gjelle Gjelalu. Për to s'ka 3 natë, s'ka 4 natë. Kur të thire, haj qatë herë. Apo, e keni po të dashurum dhe zërë? Të dashurum. Telefonin, baterien, krejt. Me krejt rezervat. Pse? Sa të folë me të fejumën e vetë, me të dashmën e vetë. E mirë, si ka mundësi dhe zërë besimtari më smetalë në sabah? Që shka mundësi? Sa e do Allahin ti? Ata të smetohet, që ka përmen këta El Mavirdi në librin e tina Edebu Dunia u Din, ka thënë ka kalue me Gjnunu Lejla. O ka njëre ka dash Lejlën shumë, një qike ka dash shumë. Edhe i kanë thënë qatë dashëri që ka pas, ka thënë, i kanë thënë kjo i qmenti mas Lejlës. Qashtu i qment të ka. Një ditë për ditëve hinë gjami, edhe në por gjamiës të falë dhe njerëzi. Edhe ki i habit në atë menën të menu për Lejlën e vetë. Edhe ka kalue pra në të ju ka dalë për para. Edhe ju delë për para. Edhe njani për të në bërtet. Thot, a i be mirë të që shna deleve për para në të falë namaz. Edhe a i thot, më falli, edhe largohet. Tu largu këthejet. Mas largohet. Mas i kri namaz, thot, më falli. Ju këtë të falja, po. Po që shumë patë muë? Unë së që pash ju, thot. Thot, që shtë në pave? Thot, unë të menu për Lejlën që pash vëllaj. Ka thonë, po ju qatë pak pëdojsh i Allahin që më patë muë. Me dasht ju Zotin sa duhet. Ju kur rini lidh namaz Allahu Ekber, ti nuk e shemo. Sikur që ka arë transmetime dhe zër, se disa prej tabiinve janë bo operacione dhe zër namaz. Je ka dhanë diagnozën doktorit, du të prej kamën. Du të ma prej kamën. Ka thonë kamën du të ma prej? Po. Ka thonë atëherë në regull. Vesh ka me të dhimë shumë. Ka thonë nëse dhemë shumë, atëherë unë e hinë namaz. Kur të lidhë në namaz, mas të këbirëve që ka të do një bani. Sës një unë e mu. Kjo vëzër, a i dini dhe të sahabët. Të na përshime këni pa, na gjimë sa jetës na shkojnë të i nalë fmit. Moni, mësë bani zhurë. Të sahabët, kur ka hinë sahabiju në namaz, fmit e sahabëve kanë thonë, erdhë vakti me bërtit. Sës një më ki. A mund të përnë dhe që farë gjendje ka po sahabija? Me i lith me Allahun subhanahu wa ta'ala, fmit, a kone njofsh me kjo. A hini baba namaz, po. Shtash, folni, potere, bani. Ki nuk nin mo. Kjo ka qenë gjendja. Që kjo dhe zërë qka e ban dashnija. Njëri kur him me një ven me dashni, a ti qka dush thuj me sani? A janë zirë tjergovantat, ato të verdhat. A i s'nin, Allah. Vajnë një nëzë e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këta si ju dhe zë thot i Ibn Qayyim el-Jauziyje, nuk e ban rrugën me vështirësitë e veta pos dashuria. Dashnija e ban. A keni pa dhe zërë, ka kalu njani pra rrugës, edhe e ka pa vllabin e vet, i cili sa kanë shumë i aftë, edhe e ka bajt në gjaf. Edhe njani thot, a nuk po të lodh barra e këtij në shkajtë e maj shpin? Ka thonë, nuk ko kjo barë, kjo vllavi jem. Apo njëri, por shembull pi dashnijës vetë ke pa, e barë ka kaluar pranë Omer pranë Abdullah ibn Omer ibn Khattabit, djali i Omerit, Abdullah, alimi i sahabeve, janë kon hax. Allah na mëson hax dhe umra ya rabbal alamin. A kon hax të bëj tavaf. Çfarë skene e madhe, çfarë ditë e madhe, ditë më të moja a ka në dunja se sa ditët e Ramazanit, ditët e haxhit. Edhe ka pas njëri nanën e vet në shtëpinë të ja bë haxhin. Vape madhe, edhe në tavaf ati tu usil e she Abdullah ibn Omerin radiallahu an. Thot, o ti shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam, a jetë nuk pa, thot, që jam të bajt nanën? Thot, po. A i dole hakësh? Jo, vëllaj. Asni of të shtatzanis të asajna. Jo, asni of të shtatzanis të asajna. Për këta shiko dhe zër, shiko, dashnia e ka ba nanën e vetë. A di që të më dhe zër, vetë haqin me ba fështira. Kush ka ba haqin ti? Vetë me ba fështirë. Para menot ti të bash një njeri në qafë. Tja bash kitë, cërmëni, tja bash tavavin, tja bash sajin, tja shosh në Arafat, Muzdelife, Mina, tja bash kret, kitë në qafë. Kjo qka e banë dhe zër? E banë dashnia. Për këta syje, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, wa tusiluhum ila manazile lem jekunu biduniha ebeden wasiliha. Dashnia i bën ata të cilët kanë marë rrugë dhe cak të caktum, e ban me e marë kretë vështirësin e rrugës dhe memoria tje. A e këni pa vëzë njerëzë kur dojnë me shku me një ven? 100.000 pengesa i kanë. O, thot ka me shku. Dimi ka me shku. E nalë knera, shkon knera. E nalë për toke, shkon për qile. Pse? O, unë e du me shkuhe. Apo, shiko vëzër, Allahu gjile e ka bëhe, qa bën dashme. Sa fështirësita, sa azapin, memrije, viza. Sa shpo e dini, për shemë, komenti njerëzve, u ka bëhe haji, 7.000 euro, 8.000 euro.
Tu rrit çmimit, tu rrit niveli i haxhive. Allah i shtof ja Rabbul Alamin. Pse o vëzër? Se Allah e ka bo shpinë e dashme. A merë vëzër gjithat udhë njeriu 4.000 kilometra, i kalon kitë venet e bukura për me shku me e pa një fizik, një objekt me 4 mure. As nuk hinta. Qka e banë vëzër kjo? Për shka shkohet ati? Ti shkon me pa qabën, po në realitet shkon me manifestu dashnijën për Allah. Dashnijën për Allahu xhelle xhelalu. Andaj ka ardhur nga Ibn Abbas radiallahu an se i ka thënë Allahu xhelle xhelalu edhin fin nasi bil hajj. I ka thënë o Ibrahim, Allahu xhelle ka shpall, thirrë njerëzit me bë haxh. Thirrë njerëzit me bë haxh. Ka dal Ibrahim i shkretin. Sa kanë kjo kohë, zbrast kret asë njeri. Ka thënë o Zot, po kush dëgjon këtu? E kush nin këtu? Thot Ibn Abbasi, i ka thënë Zoti i Madh xhelle xhelalu, thirri ti, unë ju kallzoj. Ti thirri, unë ju kallzoj. Ana ka kallzu? Po ana ka kallzu. Këdra ka kallzu. Po këta si vëzër, shumë prej veprave bëhen për çfarë? Për çfarë dashni? Për shkak dashnies. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, wa tubawwi'uhum min maqa'id as-sidq maqamatin lam yakunu lawlaha hiya dakhiliha. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, dashuria i bën të gatshëm shumë prej atyre të zot janë furnizuar me dashni që me mri shkallë të larta të Zotit xhelle xhelalu, shkallë të besnikërisë. Shiko, besnikëria mas dashnie. Dhe vini re vëllezër, thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, nuk ka vepër të zemrës vetëse po ja heke dashnin këto tjerat këtë pezullon vet. A mundet dikush mu mbështet të Allaja se do? A mundet dikush mi pas tu të Allajta se do? Jo. Andaj tjeshe se pa besimtari sa dush ti thu kifri ka lajn, nuk dhejsta. E shati më katari cili ka zbe dashnia, ti thu tu t'ju Allajt më zeman ke gjuna, por për shkak se dashnia ju ka zbe, nuk dhejs kifri ka lajn. A ke pa te ai cili e do Allajn, i thu kifri ka lajn, me një fjallë. Allah pa e përlecu fjallin, thë t'u kri. Se dikush a Allaje, a e zemra vetë e një ata. A keni pa dikujt për shembull që e do një njeri, kur t'ja përmenç, ato ardhaj, o tamam. U kri, se e do. Andaj Ibn Hazmi rahimahullah e ka bo një test. Ju mos javani kërkujna, pa e ka kalzu vetë se për me e dit. Thot Ibn Hazmi rahimahullah, për me e testue dikan, e do dikan, e aje fshe, ka mënyrat ndryshme. Njëra për mënyrave cila o dhezër, përmendja e emrit. Ja përmend emrin për shembull, filani ose filania. Thot e she, sit, ftyra, gjaki, durt, trupi ki ndryshor. Pse? Thot nëse e do, ka me reagua. Nëse e do, për shembull, ti mund me t'i bëni 300 emra. Së intereson. Ama në emër që ti e do, e keni pa ti del për shembull në mahall, edhe janë të lujt këtë fëmit. Ku shkon menja? E nin zanin e gjalitat, qa u bo me ta? Ti nin 4-50 emra tjerë, nuk t'intereson. Ama për shkak se dashnia e lidh te evladi, a qa u bo me ta? Se po t'intereson për ta, apo? E mirë vëzër, a jena qështu kur në thut Allahu xhelle xhelalu, kur në thut Kur'ani, kur në thut ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë efekti ka brenda neve? A ka efekt me thonë, e ka dalë se a dy që do më thonë për mua ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O kjo ç'është e padiskutueshme për mua. Është më i dashurit të unë. S'ka, kanë dojnë në aspektin njerëzor, si profet, si pejgamber, jo si me hinitet, po në aspektin e mesazhit dhe lajmërimit. A kemi dikant që e dojnë më shumë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Nëse aq ashtu vëllezër, atë kemi defekt madh. Allahu më lutim që Allahu t'i furnizon zemrat tona me dashni për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, wa hiya mataya al-qawmi allati masrahum fi dhuhuriha daiman ila al-habibi wa tariquhum al-aqwam alladhi yuballighuhum ila manazilihim al-ula min qarib. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, dashuria është mjeti transportues, mirë po mataja o vendi ku ulet. Atë të devja është një vend i posaçëm ku ulet njeriu. Sikur që në veture, ki karrikën tane. Pra, karrikja ku ti ulesh, ulsja kur ti ulesh për me mrije te i dashmijot, që është Allahu xhelle xhelalu, është dashnia. Nëse ki dashni, kjo ka me çudër te atje. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, madje thot kjo është rruga më e sigurt që i çon drejt vendeve që besimtarët i synojnë shumë ngat. Shumë shpejt ka memria që ka e do Allahu xhelle xhelalu. Shumë shpejt ka memria që ka e do Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja, thot
pasha Zotin e madh. Ata që kanë dashni për Allahun dhe për pejgamberin alayhis salam, e kanë marrë gjëjen më të lartë dunjas edhe të ahiretit. Shikollëzë, nuk mundet dikush me mri diçka, wallahi milionat mi pas, o çat doje me pas, nëse nuk ka dashni për Allahun dhe Allahu me pas dashni për ta, kur gjo s'ka mrije, as tisa nuk e ka mrije. Apo, edhe ka thonë Sheikhul Islam Taimi rahimahullah, kanë ardhur disa njerëz në dunja edhe kanë shku. Senin më të lezetshëm se kanë provu. Cila është seni më i lezetshëm në dunja? Apo, është dashnia për Allahun xhelel xhelal, dashnia për Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, thot pasha Allahun, ata të cilët janë njerëz që e duan Allahun dhe pejgamberin alayhis salam e kanë marrë bi sharafi dunya wal akhirah, nderin dhe privilegjin dhe autoritetin dhe gradën më të lartë dunjas dhe të ahiretit. Nga se min lahum min ma'iyati mahbubihim awfaru nasibin. Thot nga se ata prej të dashurit të tyre, që ishte Allahu xhelel xhelal, e kanë hisën më të madhe dhe më të plotësuar. Pra, sa merr ti pi Allahut, prej begatisë e Zotit, pi xhenetit tina, qatë sa ti e do ata. Edhe sa e do ti ata, ti afrosh atina. Sa më shumë që afrohet ai do. Kjo vëllezër, kjo lidhje është shumë interesante me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, thot wa qad qada Allahu yawma qaddara maqadir al-khalaiq bi mashi'atihi wa hikmatihi al-baligha anna al-mar'a ma'a man ahab. Thot e Allahu xhelel xhelalu e ka bë qadar, atë ditë që e ka krijuar krijimin. Se ligj i Zotit, ligj është, s'ka mundësi mu ndryshu ky ligj, se njeriu është me atë çka e do. Për këtë arsye Anas ibn Malik radhiyallahu an thot, nuk di ndonjë hadith që më freskon edhe më ban let dunjajën siç ki hadithi. Thot një ditë për ditëve i kom thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ti ki dosta të mëdhoj si Ebu Bekri, nga sa Anas ibn Malik vëzëra kon i ri, edhe kur ka vdek pejgamberi alayhis salam, o kon shumë i ri. Thot, i kom thonë, ja Rasulullah, ti e ki Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, ato njerëzit të mëdhoj, i kini vepra të mëdhoj, unë s'u mri juve, po pe kam këtë ciklet se unë s'po mujmë i bo punë të juve. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, njeri është me atë çka i do. Thotë në Sëmlimek, me që këtë ati se ari jap flat vetës, se une e du Ebu Bekrin, e du Omerin, e du Uthmanin, e du Aliun, pra i du ata. Andove zë njeriu, nëse nuk ka shumë vepra, çka mundet me i ofrue Zotit madh te bareke ve teala? Duje. Andaj Abu Darda radhiyallahu an, një ditë për ditë i ka taku disa njerëz. Dhe ju ka thënë, a jeni ulema ju? Jo, ka thënë. A jeni nxënës të dijes? Jo, ka thënë. Në fund ju ka thënë, atëherë mos ju ike dashnia për këta. Vini edhe vëzës, çfarë këshillë ju ka thënë? Ka thënë, a jeni ulema? Jo, valla s'jena. A jeni të kërku ilm? Jo, s'jena as këta. Ka thënë, runu mos ju rrejeni ata, e pak ta fitoj e dashnijën për ta, e shpërblejështë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se njeriu është me atë çka e do. Njeriu është me atë çka e do. Thot, fejalaha ni'matun alal muhibbin sabigha. Thot, çfarë begatije e gjanë dhe e madhe për njerëzit që e dojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Njerëz të cilët titullin e marrin të Zoti, ki e do Zotin, ki e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas e thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, duke e shpjeguar në poezin e tina të gjatë, të cilën do ta kalojna, se si domthon udhton besimtari me dashurinë e tina për Allahun subhanahu wa taala, me dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka filluar të shpjegon se dashnia nuk është çështje pretendimi, por dashnia është çështje vërtetimi. Na tash për shembull unë më fol për dashni sa dush. Për shembull ti vini re vetë këtë dallimi shumë e rëndësishëm, do ta shpjegoni Ibn Qayyim el-Juzeyy. Njeriu mundet me shpjegu dy veta që shduhen në mënyrë profesionale. Ta është në të shpjegu për dashni. Kjo ka dallim, na mujna me folë sa e ka dasht Ebu Bekër e Siddiku pejgamberin alayhis salam. Mujna me shpjegu shumë mirë, që ka shpjegu lemat. Mirë po, a i bje kjo që ti e do pejgamberin sa mësi? Jo. Ti me që tu kaldu qysh që ke e do që ta, kënë regu.
Ti poeti është qujt poet sa i di me përshkrujt. Poeti thot, a e di besa shumë e dojke, kjo a e di sa e dojke ketë, kjo a e di sa e dojke atë, kene regull. Po ti si e aj. Andaj të pretendosh dashuri, apo të shpjegosh dashuri, të ligjërosh për dashuri dhe të dashurosh, janë dy gjëra të ndryshme. Ligjërimi për dashuri jo i vetë, edhe dashuria në vetë është këtë diçka tjetër. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, tallahi ma huzilat fayestamuha al-muflisuna ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للأرض في سوق من يزيد فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. Thot, sa i përket dashurisë, s'mundet me blej ata çdo i kapitullum, çdo i falimentum. Allahu e ka nxjerrë në treg këtë çështjen e dashurisë ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe xhenetit vet. Thot, mirë po, Allahu subhanahu wa taala nuk ka bërë që kjo të blehet let, por ka kërkuar që për dashni mu dhonë vetvetja këtë. Sikur që të shohim se njëra prej definicioneve të dashurisë është harrimi vetvetes, ajo që ka quhet sot në gjuhën e re, vetmohimi, dhe fokusimi tek ai çka e do. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu xhel xhelalu kur e ka kërkuar dashninë prej robëve, ka kërkuar që të jepet vetja dhe të harrohet vetvetja. فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e ka nxjerrë Allahu në treg xhenetin e vet, edhe dashnijën. Mirë po, me e vërtetu këtë dashni, jo me muhabet. Thot, edhe ata që s'kan mundësimin e të gati këse dashnije, me ushi këtë dashni, nuk e dojnë këtë punë. Thot, kanë nejtë anash. E ata që ka e dojnë janë ngrit. Edhe kanë thonë, cili mundët mu kanë çmimi me e blej këta. Qa mundët mu kanë çmimi dhe me e blej dashnin, apo me e blej xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka filluar artikulli musil, artikulli në dunja dhe zër, artikulli në dunja. Thot, dhe ka ra në dorën, edhe pasaj ka citu një ajet. Dhe kjo vëzër prej monirave të Ibn Qayyim el-Jauziyjes dhe të ulemave se si shpreje. Thot, ka ra në dorën edhe ka lexuar ajetin 54 nga surja El-Maide, edhilletin alel mu'minin e izzetin alel kafirin. Të but ndaj besimtarve, të fështir ndaj pabesimtarve. Gjëja e pa. Pra, shiko vëzër, dashnia e ka bërë besimtari mu përull për besimtarin, të fështir ndaj pabesimtarve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e kur filluan pretenduasit e dashnis të rritet numri i tyre, Allahu u alipi argumentin për saktësinë e pretendimit të tyre. Fillu njës me thonë, edhe unë e du Allahin, edhe unë e du Allahin. Allahu xhallahu ka zbrit ajet në surën Ali Imran, ajeti 31, thot Allahu te bareke ve teala, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si cili njeri i cili thot unë e du Allahun, Allahu ka thënë, a e do? Po, ta shohme. Ta shohme. Çish shifë dhe zot, çish dëshmoh. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot Allahu xhel xelalu, thuaj o Muhammed, nëse e doni Allahun, ejani pas meje. Ejani pas rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam. E nëse vini, ju do Allahu. Pra kusht o vëllezër është, sa dush më nësh me fol, nëse nuk e ndjek pejgamberin alayhi salatu wassalam, nëse nuk e ndjek sjelljet e tij, karakteret e tij, ti mund të gjithë ditën me fol për pejgamberin alayhi salatu wassalam, po dush ti ngjahesh atij në vepra, në sjellje, në karakter, se për ndryshe ajo muhabet. Ajo muhabet, shumë njeri do diçka, nuk apo, andaj ka thon poeti, krejt thojnë na e dojnë Leilën, ama Mejnuni ka kajt për ta. Apo, andaj arabët thojnë, nuk ka nana për evladin sikur ajo ka paguhet. Përpara në botën e kaluar, në histori më herët, kanë paguajtur njerëz, ka thonë çe parët, kaj për evladin se më ka dekë evladi. Edhe ka nis, ka qenë mirë, kështu ka nis me vajtue. E poeti çka ka thonë, po ama si nana nuk kanë. Ti po nana nuk kanë nisoj. Ti mundesh këtë më mërzit, ama nana kanë më mirë, sa ajo e din gjegën e evladit. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja, krejt thonë dojnë Allahin. Allah i ka testu. A e do? Po. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Atar hajdi pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni vetë kjo vlen për shumë njerëz të cilët thonë e që është përhap shumë kjo, sidomos në kohën e liberalizmit dhe në kohën e kapitalit, ku njerëzit
për të tërheq nga feja dhe bara e fejës dhe detyrat e fejës, çka thonë? Ne nuk dojna fe. As pejgamber, Allah i po, Zoti i madh po. E ku e gjejte ti Zotin e madh? Ku e gjejte? Çish pe do ti Zotin e madh? Ai kallzon. Çish po do? A mundesh ti me shku me thon kështu? Na spitalin e dojna. Apo, edhe ilaçet i dojna, edhe operimet i dojna, doktor t'jash ketë. Çish be doktor t'jash? Po kush ka mi përdor këto? Çish ka mundsi? Nuk ka mundsi se ajo është ai i cili di me rregullu ato. Çish ka mundsi një me thon? Unë i besoj Zotit. Zot po, për mi qill ka Zot. Ama këto muhabetet, Kur'an, feja, këni po këto tulli lloj marzije që njerëzit i nxjerrin nëpër emisionet e veta. A tha këto i bëjnë për interesat e veta. Çfarë interesa vëllazër? Ku e kemi mësuar Zotin xhelel xhelalu? Pse kinez nuk mësojnë Allahin? Pse japanës mësojnë Allahin? Pse indianës mësojnë Allahin? Se pa pejgamber vëllazër nuk mësohet Allahu xhelel xhelalu. Allahu që ka dërguar nëpërmjet tij neve na ka obliguar që të respektojmë të drejtat e Zotit xhelel xhelalu. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Nëse doni Allahun, e jeni pas meje. E atëherë, ju dhe Allahu te bareke ve teala, thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, fata'akhkhara al-khalqu kulluhum wa thabata atba'u al-habibi fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi, fatulibu bi adalati al-bayyina bi tazkiyati yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'imin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, duke cituar fjalën Allahu xhelel xhelalu, thot kur Zoti i kërkoi të gjithë pretenduesit e dashnisë për Allahun me argument, thot fillu njerëz mu tërheq. Jo ka dalë. Prit, se bashkë qashtuna se patëm për qëllim. Unë shtash nuk muj, thot 24 orë në me jetu, qish ka thonë pejgamberi alayhis salam. Po Allahin valla zemra ma do. Valla po kur e ngojna ila i kaj. Po të hajtu baj, gare me neva. Të baj, gare me Zota. Ja e ndjek pejgamberi alayhis salam në çdo të nimësi dhe çdo të madhe, por ndysha i muhabeti jot, muhabeti jot as për darsëm nuk vlen. As për kur gjo hiç nuk vlen ajo. As për hajgarës vlen. Çfarë si kod që është? Thotë kur ka filluar me kërku Allahu fakte dhe prova, ka filluar njerëz më tërheq. Dhe kanë filluar me nejt ata të cilët e janë për një me që e dojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Thotë në veprat e tij, në fjalët e tij dhe akhlaqin e tij. Atëherë çfarë thotë? Pas kësaj Zoti ju ka kërkuar një argument tjetër. Çfarë ka thënë? Ka thënë argumentin që ka e sollët që e doni Allahun, që e doni sunetin e pejgamberit alayhis salam. Pastrone argumentin. Argumentin e kësill, tash dush me pastru. Çish pastrohet? Ka thënë në surën Al-Maida ajeti 54 dhe Allahu te bareke ve teala, yujahiduna fi sabilillah, luftojnë në rrugën e Allahut, wala yakhafuna lawmata la'imin. Ata luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk ja kanë frikën as kujt që kritikon në rrugën e Zotit xhelel xhelalu. Pra, ata çka e dojnë Allahun, kur i zbatojnë urdhat e Zotit, çka i thot vota, ai gale se ka. A e do Allah i çta po? Ç'a dush me noti? Se unë e du Zotit dhe për Zotit e baj këta. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, filluan shumë prej njerëzve që e dojnë Allahin tash, mirë po dashnit i kanë gjysmake apo me çerak dashni, apo me mjegull dashni, fillojnë edhe këta mu tërheq. Shikoj vëzër, ajet pas ajeti, argument pas argumenti, vërtetim pas vërtetimi që e do Allahu xhelel xhelalu, apo për këtë arsye vëzër, Allahu ja pikit namazeve, cilit namaz i ka thënë, Kur'ani është i prezantuar në ta kamelaçe që e ngojnë dhe është madhështi e madhe. Cili namaz? A ka thënë ndrek për cilët Kur'ani? Jo. Në kindi? Jo. Në akşam? Jo. Në yatsi? Jo. Wa Qur'an al-fajri, dhe Kur'ani që lexohet në sabah. E aty nuk dalin krejt. Andaj ti sheh njerëzit që e dojnë Allahun xhelel xhelalu, ata të yatsies janë më shumë se sa këta të sabahit. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, sa herë që Zoti e zbrit një kusht, të dashurum kthehen. Sa më shumë mehri i shtrejt, ja vashtu. E du ama se kam çash mehr. S'mund me pagujta. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, kur Allahu ja tha, atëherë a e doni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam po? Çka t'ju thoj ai ka më bë? S'keni ju të drejta kur gjë. Thotë filluan më u kthi njerëzit dhe u ngritën njerëzit që luftojnë në rrugt të Allahu xhelel xhelalu dhe ju tha Allahu atyre: Inna an-nufus al-muhibbina
wa amwalihim laysat lahum fahalum ila bay'a. Atëherë Allahu që ka zbrit dhe ju ka thonë: a doni ju Allahin? Po. Shikoj vëllazër, një herë kanë fillu krejt me thonë, me krishterë, me jehudije, me pagan, krejt e dojnë Allahun. Kur ju ka thonë Allahu që provat janë tërheq, kanë me veç ata që i thonë vetës i kemi besu Allahu dhe pejgamberit alayhis salam. Tu ju lip faktet, tu tërheq. Tu ju lip faktet, tu tërheq. Tani kanë fillu njerëzit çfarë? Kanë thënë, kanë me këta të cilët për këtë arsye vëllazër, e lutem Allahun, Allahu t'i mbush zemrat tona me dashni për Zotin. Po nuk u mbush zemra për dashni për Zotin. Kretë kjo, s'ka robi takat me e bo. S'ka robi takat me e bo. Dashnija e banë vëzër. Mu hek dashnija kretë bin. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, vini redha. E Allah ju thot këtyre njerëzve: shpirtat e atyre çka e dojnë Allahin dhe parët e tyne nuk janë të vetat. A jeni të gatshëm mi adhon komplet Zotit? Nëse doni me dëshmu që e doni Zotin Gjellë Gjellalu. Pra, shpirti jot, trupi jot, parët e tua, koleta jote. Allah thot, amdo mu po, ketë të të minjat janë. Amdo. Atër thot Allahu Gjellë Surë Tauba e të 111: Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allahu i ka ble. A thave që imdo po, ama trupin, edhe shpirtin, edhe parët, ketë ame. Apo, për këtë arsye vëllezër, thot Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullahu teala, te zekati, kur flet për zekatin, pse Zoti ka bërë zekatin kusht të dytë në Islam? Mas shahadetit ve namazi, zekati. Zekati edhe pse është pasuri, ekonomi, pse o ibadet? Pse o ibadet? Se ja shkulpi dashmës besimtarit. A pe ki me rak koletën po? Heke, pastroje. Kush e të lip? Allah, a po minjarë. E ka nërë njërën për djetarëve të muslimanëve, që këtë sa përmenë Ebu Hamid el-Ghazali rahimahullah, edhe i ka thanë: o hoqë, ka thanë, ama i ka qenë për nëzansave dijes, i gatun për mu bo hoqë, djetarë. Ka thanë, sa ke nisabi edhe nëzire e zeqatit, sa ke? Ka thonë, sa nëzire për qëka qëpareve, sa du të me nëzire? I tha, sa i përket muslimanëve thjesht, ata e ka 1/40, a sa i përket tha neve komplet. Të shkish ka ma, kur gjo kretja për Allahu Gjellë Gjellalu. Për këta si jo vëzër, për njerëzit o konë 2.5, për Ebu Bekrin sa u konë? I ka thonë pejgamberi alayhis salam Ebu Bekrit: o Ebu Bekr, sa pare i lave të shpia? Qka lave të shpia? Tha, veç Allahin dhe pejgamberi alayhis salam. Këta e kalon veç dashnijën. E kalon veç dashnijën. Këto kreti ka hek. Për këta si e thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, kanë fillu njerëzit, tu ju lip Allah i fakte, tu tërheq, tu ju lip fakte, tu tërheq. Atare kanë met njerëzit që luftojnë rrugt Allahut. Allah ju thot: jo, e keni për një me ajo. Kur ja u ka lip Allah i shpirtat, thot, fillojnë mu tërheq ende të tjerë. Apo, kanë fillu mu tërheq ende të tjerë. Falamma arafu adhamat al-mushtari wa fadl al-thaman wa jalalat man jara ala yadayhi aqd at-tabayu'i arafu qadr as-sil'a. Thot, kur e kanë kuptuar njerëzit madhështin e mushterijës. Kush e mushteria në këtu vëllezër? Rabbul Alamin. Allahu çdo njeri ti thot: amdo po, shit mi keq ka i kje. Krejt që vje. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, madhështia dhe rahmeti Zotit është ta ka kriju trupin, ta ka dhon shpirtin. Krejt ti ka fal, me pare, me ketë, edhe në fund thot apo mishet. Për çka? Për me testu pak dit, për me t'i kthi për zdyti. Ta ka fal trupin, thot, ama veç pak, ta kthej prap në xhenet. Prap njeri reziston, prap njeri heziton, prap njeri thot, a mi adhona, e këshir koletën e vet, a thot, jam munuën e për këtë, apo, jam munuë. E Allahu xha thot, e mua mdo. A e do ti Allahu xha, po jepja fukarajës. Disa për ulema dhe zër, kur kanë diskutue për fjalën Allahu xha në Kur'an: qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Një fjalë mirë, qaulun ma'ruf, një fjalë mirë, një falje është më e mirë se sadakaja me munim. Çka munim? Mi adhan fukarajës dhe mi thonë: se zungin e kur, se s'na la verahat të lip, lip. Thot Sufjan al-Thauri rahimahullah: ti duesh mi thonë faliminderit fukarajës që Zotit bani ti sebeb unë mu pastruhe. A e diti se fukaraja mës me ta morë zeqatin ti jeti përlim? A e diti që ta? A e diti se fukaraja mës me pranu sadakajën tane ti jeti përlim? Jo aj.
Ti dush mi thonë, faleminderit o vëllai që e more se mos me pas morë ti, bërllogi mi të ke muhe. Ama njerëz të dashurum për letra nuk i shohin gjërat kështu. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kur e di njëri madhështinë e mushterisë, vlerën e çmimit, dhe me kanë të bë tregtia dhe marrëveshja, e kuptojnë se çështja është shumë e madhe. Kë nuk ka vëzër me shit me ble tokë, as me shit me ble duqan, me shit vetën për Zotin e Madh Xhelle Xhelalu. Sikur që ka thënë Ibn Hazmi, e besimtari nuk sheh për vetën e vet çmim jashtë xhenetit. A e keni pa vëzër besimtari i vërtet, kur ti thu për shembull, vëlla falja për Allah në rregull, banë për Allah në rregull, a pe ban mos më përmend diçka tjetër, ama përmend Allahin, krejtërat e kalohen. Po këtë arsye vëzër, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, fara'u min a'zami al-ghabn an yabi'uha li ghayrihi bi thamanin bakhsin فعقدوا معه بيعة الرضوان بالطراد من غير ثبوت خيار وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot kur e shohin të dashuruarit dhe ata të zot janë të gatshëm me shit shpirtin e vet, pasurinë e vet, të gjitha gjërat që i zotnojnë dhe i kanë në pronat e veta, vetëm për Zotin e Madh Xhelle Xhelalu, ata e shohin se humbja më e madhe është që këtë shpirt mos më jashit Zotit, e më jashit dikujt tjetër. Sepse nuk ka humbje më të madhe se sa ti me shit vetëm për dikant tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelalu. Andaj thot, ja japin Allahut besën me kënaqësi, pa tërheqje dhe pa i dhënë vetes zgjidhje, pa i thënë Allahut, po ama jo, marri, edhe duke besu në mëshirën dhe rahmetin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Atëra, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kur plotësohet akti dhe jepet shpirti, qila lahum mudsarat nufusukum wa amwalukum lana radadnaha alaykum awfara ma kanat wa ad'afaha ma'an wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allahu min fadli. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot pasi që plotësohet marrëveshja edhe plotësohet domethënë akti i shitblerjes, mishteria a Zoti e blerësi je ti, a i cili blenë është Allahu, a i cili ti pa e blenë gjenetin je ti, bëhet marveshja dhe çfarë ndodh vëllezër? Allahu ja u kthen edhe më të mira edhe më të shumë fishuara. Thot Allahu xhelalu në Kur'an në surën Ali Imran, mos gabo me mendu se ata të cilët janë mbyt në rrugën e Zotit se ata janë të vdektë. Jo, ahja, ata janë të gjallë dhe janë të Zoti vetë të u furnizue, janë të gëzuar me furnizimin që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu nga merita, nga mirësia dhe bamirësia e tina. Dhe vazhdon Ibn Qayyim el-Jauziye për të folë për dashninë dhe thamë dhe sikur që tha Ibn Qayyim el-Jauziye, kalemi nalët, shkrimi nalët, boja harxhohet, fletët harxhohen, detat thahen, dashnia për Allahin nuk thahet. Elusim Zotin e Madh, Allahu zemrat tona t'i mbush me dashni për Zotin. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu të na bën që gjëja më e dashur, ajo që mas shumë dhina lëvizim për ta, e gjithë shka bëjmë për ta, tjetë feja jonë, tjetë islami jonë, tjetë Kur'ani jonë, tjetë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që dashnia për krijuesin ton, për Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu, të jetë ai motori cili lëviz zemrat tona, të gjitha qelizat tona të funksionojnë vetëm me dashnin për Allahun subhanahu wa ta'ala. Elusim Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu që Allahu t'i pastron zemrat tona, t'i pastron shpirtat e tonë, na ban Allahu te bareke ve ta'ala për atyre të cilat e duan Allahun dhe Allahu i do ata. Elusim Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu që Zoti jon te bareke ve ta'ala na mundson që të jetojmë me Kur'an, të jetojmë me Islam dhe të dorëzojmë shpirtin e Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.